Kjo është kontributi forcave speciale shqiptare i këtyre çunave, që unë edhe njerë nëpërmjet se u bet disa i falenderoj jashtëzakonisht. Sepse dhe unë në base nuk do isha me si ata, po ja që jemi gjallë dhe jemi krenar për këtë që bëm, dhe Kosova e ka lirin me gjak, jo vetëm nga kosovarët, po dhe nga shqiptarët. Jo vetëm nga Amerikanët, do të themi po nga shqiptarët. Jo vetëm nga Amerikanët, po është drejt. Ne ishim bashkë. Edhe diçka, ju ndërkohë në 2001 ikni në Amerikë. Ju ndihmoi ky rast, kërkuat pastaj. Ja, nuk, ikja ime në Amerika të bëjmë me këto që janë këto lotarie. Me të qenë Korçar. E kam dëgjuar shpesh. Po nuk dua ta ashtu se janë gjëra që ashtu. Shiko, problemet ka një gjë. Unë edhe kur vjen puna në Amerikë ose kështu kur janë, shiko, kam një punë që punoj me transport. Punoni në Amerikë? Po, shofer nga aeroporti në një hotel të madh. Dhe e promovoj shumë vendin tim, sepse e dua, ta thash që në fillim të theni me atit të mençmit. E dua dhe mundohem që grupet të tjera t'i dërgoj të vinë këtu të shikojnë Shqipërinë. Ju tregoj për historitë e tyre të kohës luftës kur u zgjuan. Edhe ju them dhe që kam qenë në ushtri. Çfarë tregove për kohën e luftës? Po të avioni që ra me infermier. E di atë histori? Po si moj se di historinë e vendit tim, mos ta di unë çfarë thuaj ti. Edhe ata satisfaksohen, thonë si ka mundsi. Dhe Amerika ka tjetër kulturë. Dhe po të them, atje kur marrin vesh që unë kam qenë në ushtri, edhe ja u përmend që kam punuar qik me United Nations, do me thënë për NATO, kështu. Më ata nuk do një, vetëm thonë, thank you for your service. Po unë duat ta gjekta edhe në vendin tim, ti thot ati ushtari që kalon aty në autobusa për kudo, ti thot faleminderit o ushtar. Faleminderit që i shërben vendit tim. Faleminderit. Pse duhet jetë ka që ashtu? Ska që do e mësojmë, pak nga pak, ja, do e fillojmë. Ja, i para ju që keni drejtuar atë grup, 6 me 5 djemë të tjerë, ju i thoni sot faleminderit. Dhe bashkët themi sot faleminderit, që e bët atë detyrë për atë dheun. Po, pikërisht për atë duhet t'i falenderoj me shpirt. Ma me gjithë atë, e them me shpirt edhe këtë që Shqipëria ka djemë. Ka djemë vërtet. A i batalion për mua, unë i takova ca çuna, ata kanë ca idera shumë të mira. Problemi është i kontingentit. Ekziston batalioni përsëri? Ekziston si repart, ekziston si kanë grupe speciale të tëra, po, shiko, neve kur krijuam atë batalion, ne mollëm Shqipërinë e tërë ordina, e mollëm, i morëm çunat më të mirë Shqipërisë, nga Saranda dhe deri në Tropoj. Vinim çunat më të mirë që kishin shërbyer reparte speciale, që ishin nga më të përgatiturit, më të mirë në kufi, në gardë e tërë, dhe i morëm. Dhe kështu kriju ai batalion special. Pse e bën Amerikanët? E bëm neve. Se kishin ne për detyrë ta krijonin. Na u dha urdhë nga shtabi përgjithësi, duhet ta krijonin. Se fillimisht u krijua shtabi, 4 veta ishim ne në shtab. Ka qenë atëherë ambasadore amerikane në Shqipëri? Atëherë ishte Marizalino? Ai ishte Albrighti, në kohën e luftës ishte Albrighti. Jo, flas për ambasadoren këtu. Ma jo, Marizalino. Që ju kishit Po, Marizalino. kontakte. Ajo, biles në një moment, kur kanë shkuar këta komandanti, po lufton NATO, nuk po lufton juve, si po ju shikojnë ju nuve, kur të mbarojmë neve, kur të dështojmë neve me Slobodajnë, atëherë futun ju në luftë. Ajo pa një preokupacion të jashtëzakonshëm të njerëzve që po shkonin në mbështetje të divizionit Kuksit. Po me, edhe tha mos harroni lufton NATO, tha. Se mendja e shqiptarit, ja bërë nga këto. Bërë nga këto, shkonë atje, pa pyetur, shkonë dhe bërë një aksion. Pa ma shtë doli me sukses. Po. Më kupton? Po normalisht ishte i dënushëm që s'pyet. Jo, i dënushëm nuk është, se e ka. Se doli djalë. Jo, po e ka dhe janë dhe parimet e iniciativës luftë. Lufta e ka këto. Lufta e ka. Do njësë është i dënushëm, e kupton. Është i mirë, po kur del me sukses është akoma më mirë. Kush komunikonte më shumë atëre, Lino apo Majko? Kryeministri. Shiko, në këto probleme politike ne nuk përzieshim shumë. Përzieshit fare. Ishte merrni detyrën dhe se ne kishim sa gjëra atëre, merrnim detyrën nga shefi shtapit dhe nga presidenti. Ne nuk përzieshim. Shefi shtapit dhe presidenti. Nuk merrnim në atë tjerë. Ishte Mejdani në atë kohë. Nuk merrnim detyra do. Me Mejdani nuk dha ndonjë urdhë, nuk ashtu, po domethënë shefi shtapit vetëm. Shefi shtapit. Shefi shtapit. Ishte ai njeriu që merr. Ai njeriu që merrshin vesh me ato. Me të tjerët nuk. Krenar për atë detyrë, krenar për atë kohë. Po, keni një lloj keqardhje për mungesën e mirënjohjes, thoni ju, për faktin që këto trupa elit pastaj
u shkatrua në një farmyrë emër elit, jo vetëm në ushtri, u shkatrua në mjekësi, u shkatrua gjithandej, por çdo kohë ka ulje ngritet e veta, ka të përpjeta dhe të pjeta, ndodhin të gjitha. Mbaste ka një kohë kur ti fillon si fillim të jesh mirënjohës dhe pastaj fillon edhe ta rikrijosh nga e para. Keni besim ju që në një rast nevojet që ka ky vend do të ketë prap djem edhe vajza, pse jo? Shiko, do i shërbejnë? Dëshira është e madhe që të ketë. Dëshira është e madhe që të ketë. Por që të ketë dëshirë, duhet të ketë motiv. Të thash që pare që në Amerikë i thonë ushtarit thank you për çdo gjë, dhe kur hypën në autobus. Dhe kur hypën, pasagjerët që kanë i thonë thank you for your service. Pa i njëjtë fare kush është. Pse? Sepse ka ushtrit fort. Sepse ka armatime të mëdhaja. Sepse ai që i thot, ai populli që i thot thank you, i thot me shpirt thank you, dhe i jep moral, i jep kurajo. Kurse këtu tek neve, duhet motivi. Cili është motivi? Motivi është, do me thënë, që ti, si që bëhet atje, që në shkollë të mesit, që në shkollë fillore, hym një kombëtar, që jepet në çdo klasë, në çdo shkollë, që e mëson fëmia që i vogël hym një kombëtar dhe dashurin për kombin e për adheun, duhet hyj dhe këtu. Pra, motivi është që ti ta edukosh bresin, ta edukosh me ndjenjën e dashurisë, me ndjenjën e sakrificës, gjëra që në namuojnë. Por duhen rregulluar. Dhe ka mundësi të rregullohen. Dhe nëse i bën këto që ti të krijosh motiv, armatimi, rroga, ana ekonomike, të kuptohemi. Edhe ajo ndikon. Nuk po them që të paguaj. Se unë bëj debat edhe me shokët e mi. Në asnjë vend të botës nuk paguhet oficeri me paga të mëdha. Jo. Nuk paguhet. Unë kam qenë për biseda me të huaj, në për konferenca, në për të tëra. Po, marrin. E di çka kanë ata? Ata kanë benefice të mira. Po rroga nuk i kanë ndonjë kush e di. Beneficet po. Cilat janë beneficet? Beneficet janë ka. Nëse unë jam ushtar, në atë, gruaja ime, ose për fëmijët dhe unë i kam të inshuruar me inshurancë. Shëndeti, nuk paguan gjë. Tjetër, shtëpi, e kam pa lek. Drita, ujë, tera këto. Kuptoj. Po këto janë shumë të rëndësishme. Gjëra domethënë, po është jeta. Për këtë duhet rroga. Kjo është jeta. Këto quhen benefice, e kupton? Por si rroga nuk ka ndonjë ndryshim në raport me shtetin ku jetojnë atje, kupton? Edhe këtu, pa duhet i krijojë shteti këto gjëra. Unë kam besim, dëshira është e madhe ashtu, dhe qeveritarët kanë mundësi ta bëjnë këtë. Kanë mundësi, se Shqipëria vërtet është e vogël, po është një thesar i paçmuar që ka aq burime nën toksore dhe mbi toksore, sa neve duhet të kemi njerëz të mençëm, dhe unë dëgjoj tek ty më nxjerrca specialistë jo se nuk kam nostalgji në kuptimin e asaj, po për punën që kanë bërë në atë kohë, po, duhet të dalin, dhe duhet të dëgjoj shteti, dhe duhet ju marrë mendim shteti. Jo se janë të pazot të atërinë, në asnjë mënyrë, absolutisht, po duhet një koordinim, që atë eksperiencën e vjetër mos e haro. Se akoma po punojmë me hidrocentralet e vjetra, me atyre njerëzve, me atyre mendje ndriturve të asaj. E kupton? Ku di unë nuk e di rutina, më dalin sa llogari, unë bëj llogarinë nga 44 në 90 dhe nga 90 deri këtej. Bëj llogari si për ekonomi, si për industri, si për shëndetësi, si për ushtri, si për gjitha gjërat. Më stonojnë shumë. Dëgjoj sa njerëz thonë, ndendet ju oficirat 40 vjet, po pse nuk kush e ka sulmuar Amerikën? Më thojti mua. Pse se sulmojnë? Pse shteti i fuqishëm. Në atë kohë ne ishim më të fuqishëm në Ballkan. Kush na sulmonte ne? Kush e merrte guximin të sulmonte Shqipërinë në atë kohë? Flas para 90-s. Kush? Greku, Serbi, asnjë. Asnjë, se e dinin se kush ishte ushtria shqiptare. E dinin që këtu për 8 orë mobilizohen 700.000 njerëz. Pra, ndryshojnë gjërat. Kurse sot, kështu flas për arsimin, kështu flas për shëndetësinë, më stonojnë gjërat. Dhe prap një mençëm thot, madhështia e pushtetarit matet se sa bën ai për shtetin e vet. Madhështia e pushtetarit matet se sa bën ai për shtetin e vet. Tash unë i gjykoj të tëra këto gjëra. Nuk më dalin llogarit mirë. Nuk bëhet fjalë për nostalgji, nuk bëhet fjalë për realitet. Më thuaj ti mua, unë marr ushtrim. Krahasoj unë ato ushtrim me këtë? Por s'bëhet. Absolutisht 1500 tanke, 1300 tanke. Vetëm një gjë më bëri përshtypje në tregimin tuaj në vitet, se për shembull ju flisi për 99, ndërkohë ushtria ishte bërë çorap
97. Armatimet të gjitha ishin vjedhur, depot ishin hapur. Si ka mundësi në kaq pak kohë ju arritët të bëni diçka kaq elitare dhe të përfshiheshit në një luftë? Do thënë, shiko, ka një gjë. E kam fjalën të mos kemi frikë nga ciklet. Ndodhi një shkatrim, po e morën vetë. Pikërisht. Kjo, në radhë të parë është merite e NATO-s që vendosi të krijojë këtu. Është NATO. Në radhë të parë është NATO. Se nuk ishte dëshirë e këtyre e jona, do me thënë, sepse dhe mundësisë ishin. Po ishte ajo që tha do krijohet. Duhet kjo gjë. Kyre parë. Sepse dhe ata mbase e menduan që do bënin një koordinim të tillë, kupton ti? Po megjithatë, ishte NATO. Së dyti ishte situata. Ishte situata që duhesh e bërë diçka. Çdo ushtri ka Rudina, ka ushtri që lufton në front, në kufi, me aviacione, po ka dhe forca speciale. Sepse të thash, ti mund të bombardosh një vend me 2 aviona apo me 3 avion, po atë dem që i shkakton ato 3 forca delta, forca speciale, që futen atje, nuk e shkakton kur asnjë bombardim dhe asnjë gjë tjetër. Forcat speciale kanë efekti, i thoshim neve në kështu kishim një shprehje, zbulus ose forcë speciale, plus gjenjo është arma me largëhedhjen më të madhe. Nuk arrin as artilleria, as njëri dhe zbulus plus gjenjo. Pse? Zbulusi depërton, ikën pravi tani, merr dhe eksplozivin, edhe vetë i dhe zjarin atje, një qatë themë të një kryeministria, apo një ministria, apo bën një terror të jashtëzakonshëm në një popullsia, në një garnizon vret efektiv. Do të thënë, janë gjëra po. Ishte edhe diçka për te politikës, po ndidhje me aleancën, cilën ju e keni prekur. Domthon, aleanca e shqiptarëve me amerikanët, ndërkohë që përballë ju kishit një aleancë serbo-ruse, që është akoma? Është akoma eficiente. Drejt. Shiko, unë në kohën e luftës kam parë, unë kam qenë oficer zbulimi, e kam studiuar Amerikën, se ne zbulimi tokë, ne studionim ushtritë e uaja. Unë e kam bitur Amerikën, Greqinë, Serbinë. Që në kohën... Po që në kohën e... Po me sa atë detyrë kam pasur. Të zbulonit. Se zbulimi nuk është me shtetin, nuk ka të bëjë me Ministrinë e Brendshme dhe njerë. A ka të bëjë me armikun. Ne studionim armiqt. Dhe armikun e kisha studiuar, dhe Amerikën e kisha studiuar. Të pëlqen të ty armiku? Ishte shumë i fuqishëm, ishte shumë i fuqishëm dhe mundoheshim të ndërtonim teoritë tona si që ishin ato luftë ftohtë, ngrimi qendrat e zjarrit, e strehimet e tëra, se aq mundësi kishim. Por megjithatë, nuk do të... Kur e takova armikun tash atje në atë, unë shikonja që serbi i ngrinte raketat dhe avionët të tyre, dhe qëllonte me raketa, këta avionët e NATO-s, në mes NATO-s unë i kam parë me sy Rodina, ata benin cirk pilotët amerikanë atje. Benin cirk. Jo vinin vërdalla atyre kështu edhe kur i shikojnë ati, bum. Plaste. Cirk, kjo ishte NATO-ja. Avion të fuqishëm, ushtri të fuqishme, për mua janë numër 1, sidomos Amerika. Është numër 1 në botë. Do me në aty pash se qa do të thot shtet kapitalista që e si të duash ti, NATO edhe qarë është ajo që ne dinim, ose që kishim mësuar. Qarë është traktati i Varshavës, qarë është edhe Serbin e njojtëm, edhe Serbia ka, për nuk kishtë atë fuqi që kishim neve para 90-ës Serbia ishte shumë e dobë. Se kishtë NATO ko? Para 90-ës më. Po, se kishtë Serbia, e mori rrugës. Në asë që mënyrë s'ka pasur. Po tani që Vučić tot kemi këtë, kemi atë. Po tash ja i mburet më se s'kemi Gjeneve. Ne kemi NATO. Është mbështetje, nuk e diskutoj, absolutisht. Është mbështetje dhe është mbështetje fort. Edhe kjo që po bën politika shqiptare, e jona, unë jam pro. Që po bën me këto bazat e me këto gjëra, me detin e po me ato, është gjë e mirë. Pse? Se s'kemi fuqi të tjera. Por, duhet të forcohesh dhe vetë. Duhet të kesh edhe kryqe. Pse? Se një vendim që të marrë NATO do të paktën 2 deri 3 ditë mbledhje. Qa do bësh ti për këto? Qa do bësh për 2-3 ditë? A më kupton tash ku e kam atë? Prandaj them që ti duhet të kesh edhe këmbët e veta të shëndosha. Ta kesh kufirin, të kesh lëvizjet, të kesh armatimin, të kesh atë, se ai të lishovi, ti solli mes Tiranës. Po çfarë do bëj populli shket kur të digjet shtëpia, kur të vritet gruaja apo fëmia apo njëri tjetër, ka më të vënë luftë. Andaj gjëra që duhet të marrësh vetë masa ti si shtet, do të thosh. Megjithatë thash, disa reforma që po kryen këtu më pëlqejnë, janë të mira, në kuadrin e NATO-s po e po, jam kundra këtyre gjërave njerëzve që jo s'jemi gjë, jo s'jemi nuk bëhemi kur, jo, nuk e kam fare atë mendim, ky popull bëhet, ky vend bëhet,
ky vend ka nga ata që thonë nuk bëhet, po ka dhe nga këta djemë që po të regoj unë sot tu. Po, që e kanë bërë kur sta pristëm. Po që e kanë bërë, edhe e kanë bërë vetë. Dhe e kanë bërë vetë me kokën e tyre, në kuptimin kanë bërë një gjë për ateu. Një gjë të mirë. Po do ishin vrarë, po ama sakrifikuan, për ke? Pra dhe në forcat speciale, kanë vetëm flamurin, asgjë tjetër. Unë po të regoj vetëm një diçka. Në aksionet të tira, kur ndodhesh, kur predha dhe plumbit të kalon në kra, harron që ke fëmi, harron që ke grua, harron që ke prindër, përveç flamurit dhe vendit. Të tjerat i harron më shoqe. Po ta them sinqerisht, unë që e kam provuar situatat të tilla, i harron. Për flamur dhe për atë dhe. Me këto dy fjalë po e mbyll këtë intervistë, duke të falenderuar shumë që zgjodhe emisionin Shqip të vije. Faleminderit shumë. Rodina, faleminderit juve. Unë thash, është era e parë që vi dhe base e fundit, por nuk mund të rinja pa i përmendur dhe pa falenduar dhe njëra dhe çunat në qoftë se më dëgjojnë nëpërmjet jush, edhe nënat e tyra, edhe prindit e tyre, ju faleminderit që më dërguat në radhë dhe aty repartit çunat të tillë dhe ju faleminderit dhe instruktorëve të batalionit që përgatitjen çunat të tillë. Ju faleminderit që më dhat mundësinë të komunikoj me ushtarët e mi. Pa tjetër. Unë në fakt zgjodha ditën më të keqe për veten, vi direkt nga dentisti, mundohem ta fsheh po s'shije dot, vetëm sepse ju do iknit, edhe nuk mund të ta lija pa marrë këtë rrëfim. Faleminderit. Regjistrohu tek dritare dhe Rodina Xhunga dhe kje parasysh. Është një dritare që të hap shumë dyer njerëzish të cilët duan të dëgjojnë. Të flitet shqip, të flitet për Shqipërinë, të flitet për flamurin dhe për atë dheun. Nuk është e te kaluar, është gjithmonë aty, është e vetmja